Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar shikues, falenderojmë Allahun për çeplot paqja dhe bekimi qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një thonjë e vjetër që nga fëmëria që e kemi zatek, e kemi takuar në mes njerëzve dhe sot në internet, por i prodhohet me të madhe mes atyre që nuk kanë simpatin ndaj fesë islame dhe atyre që janë antipatik ndaj fesë islame dhe atyre që kanë islamofobi. Këto janë kategori. Dikush është indiferent, dikush nuk e don, dikush është sulman. Dhe muslimanëve që dëshirojnë të jenë besimtarë të vërtet. Feja na kalon mbrapa. Si teori normalisht burimin e ka në ateizëm dhe në komunizëm. Dhe na jemi viktime sistemit komunist 50 vjeçar që ka qenë në trojat e Ballkanit dhe të shqiptarët ka qenë eksperimenti më i egër. Dhe Shqipëria ka qenë domethënë eksperiment ku feja është luftuar në mënyrë më të egër të mundshme. As Bashkimi Sovjetik e as Kina se ka luftuar fenë sikur se ka luftuar Shqipëria. Dhe nga mbeturinat e këtyre gjanave ka ardhur edhe muhabeti se feja na kalon mbrapa. Përkundrazi, nëse analizojmë pak më mirë këtë punë, do të kuptojmë se feja nuk e lën një popull mbrapa. Përkundrazi, feja e çon përpara. Pse? Sepse feja jep qëllim në jetë njeriu. Edhe kjo është çështja më komplekse, edhe më e rëndësishme në jetën e njerëzimit përgjithësi dhe popujve në veçantë. Kur të kesh qëllim në jetë, ti e etapizon zhvillimin tan në bazë qëllimit që ti ja ke përcaktuar vetes tonë. Andaj Allah në Kur'an tregon shumë qartë se qëllimi i krijimit të njerëzit është adhurimi i Allahut. Edhe ai të gjithë potencialin që ka, intelektual, fizik, emocional, social, ekonomik e shfrytëzon për të arritur këtë qëllim dhe me këtë ai e ndërton dhe zhvillon shoqërinë dhe zhvillon tokën dhe dynjan në përgjithësi. E dyta, mësimet e fesë islame konkretisht i japin vlera morale, i japin një sistem të vlerave morale që jeta shoqërore zhvillohet në mënyrë të balancuar dhe në mënyrë domethënë të pa lëndime dhe pa dhunë në mesin e njerëzve. Andaj besimtari i cili flet drejt, besimtari i cili nuk gënjen, besimtari i cili e ruan amanetin, besimtari i cili nuk vjedh, besimtari i cili nuk plaçkit, besimtari i cili nuk përdhunon, besimtari i cili nuk konsumon pije desa alkoolike apo droga. Këtë këto e bëjnë besimtarin domethënë sjellshëm ndaj plakut, sjellshëm ndaj prindërve, sjellshëm ndaj shkencëtarëve dhe dietarëve, i japin një zhvillim pozitiv shoqërisë. Në anën tjetër, feja islame jep besimtarit një balans baraspesh mes asaj që është shpirtërore dhe asaj që është materiale. Për dallim prej teorive dhe filozofive njerëzore, dikush për shembull teoritë materialiste i japin peshë dhe rëndësi vetëm aspektit material, ha dhe pi dhe ec përpara. Shpirti domethënë është i vobektë dhe është i varfër. Disa fe domethënë të ndryshme japin në si aspektin shpirtëror dhe aspektin material e lën këtë pas dole. Feja islame bën një sintezë dhe bashkë një balans mes asaj që duhet të kujdesemi na për shpirtin tonë dhe asaj që duhet të kujdesemi na për trupin tonë. Aspektin shpirtëror dhe aspektin fizik material. Dhe ky balans nuk gjendet askund tjetër përveç se në Islam. Andaj Allahu subhanahu wa taala kur thotë وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا. Ma që të ka dhënë Allahu kërkoje ahiretin dhe mos haro hisën tënde që ke në dunjë. Do një balans i papar, balans i pavërejtur derisa vinë mësimet e Islamit. Bën gjithashtu baraspesh dhe balans mes obligimeve individuale dhe atyre kolektive. Nuk thret në egoizëm dhe vetjaksi dhe narcizoidëm, e as që thret në tërheqje në jetën shoqërore kolektive. Për shembull sikurse i kanë dy teoritë bashkëkohore, për shembull kapitalizmi jep përparësi individit dhe pronës individuale dhe të drejtës individuale dhe socializmi, komunizmi jep përparësi të drejtës kolektive dhe shoqërore. Islami bën baraspesh. Ki momente të caktuara që ki obligime individuale dhe ki domethënë detyra ka shivetes tonë dhe normalisht mundësi për ta spikat veten tonë dhe në anën tjetër ki detyra dhe obligime kolektive dhe shoqërore. Dhe këto gjëra domethënë në fenë islam janë aq bukur të balancuar që një besimtar musliman i kryen obligimet ka shivetes dhe e dëshmon veten e tij dhe normalisht nuk haron obligimet kolektive dhe shoqërore që i kanë ndaj xhamatit dhe umetit në përgjithësi dhe me këtë bën balansin. Pastaj puna për dunjë dhe puna për ahiret. Gjithashtu është e balancuar në Islam. Domethënë nuk kërkohet për muslimanëve që 24 orë të qëndrojnë në xhami. Obligimet fetare gjatë ditës janë 1 orë. 23 orë tjera i ki për obligimet e dunjos, duke përfshirë edhe gjumin, edhe ushimin, edhe punën e dunjos. Këtë balans nuk e ki në vende tjera. Andaj
ose në botë kuptimit apo në fetja. Që kjo fe me të lënë ty mbrapa është e pamundshme. Nëse dojmë kalim nga teoria në praktik, shikojmë se çka ka ndodhur me muslimanët në domethënë 11 shekujt e kaluar, 1100 vjet të plota e mos flasin domethënë më shumë se kjo. Kjo fe ka qenë shkak që muslimanët kanë ecë përpara, kanë qenë liderët e zhvillimit shkencor, kanë qenë liderët e zhvillimit shpirtëror, kanë qenë liderët e zhvillimit civilizues, kanë qenë liderët e zhvillimit qytetëror. Andaj të gjitha të arriturat e muslimanëve janë bërë piknisje për këtë zhvillim shkencor që kemi na sot, dhe kjo nuk është me dëshminë e vetë muslimanëve, por është me dëshminë edhe shumë shkencëtarëve të paanshëm dhe real të jo muslimanëve. Pastaj për s'ka kësaj domethënë ta marrim në atë guximin të akuzojmë fen se na lë mbrapa, përkundazi kur e kemi lënë fen, na kena mbet mbrapa, feja ka ecë përpara. Andaj nëse dojnë na me ecë përpara, duhet me bë pjesë integruese të identitetit tonë dhe të projekteve tona. Shikoni Evropën për shembull. Evropa në këtë zhvillim përsëri ka lidhje me fen, edhe pse feja ka qenë kundër shkencës në kohën e mesjetës, krishterizmi konkretisht. Mirpo ata kanë bërë pjesë e identitetit fenë krishtere. Shikoni Amerikën. Domethënë themelimi i Amerikës është në bazë të njerëzve fetar, protestantëve që ikin nga dhuna e katolikëve në Evropë dhe shkojnë na themelojnë Amerikën në kontinentin Amerikës, edhe ka qenë shtet për shteteve të zhvilluara dhe feja ka ndikim shumë të madh në politikën amerikane. Nëse ata me mangësi që i ka ajo fe nuk i ka lënë mbrapa, normalisht edhe musliman nuk i lënë mbrapa, mirë po problemi është se na kemi vendosur syza të errta me dioptri domethënë të ndryshme nga nevoja jonë dhe nuk i shohim gjërat ashtu sikurse janë. I shikojmë zeza, pse syzat i kemi zeza, nuk i shohim të bardha, domethënë na pengon ngjyra e syzave për ta pa të bardhën në bardhë dhe për ta pa domethënë ngjyrat ashtu sikurse janë. Andaj të kthehemi fes, ta lexojmë Islamin, Kur'anin dhe porositë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pa rezervë edhe pa paragjykime, do të shohim se ato do të na ndihmojnë shumë për të ecur përpara. Elusim Allahun që t'u aqel syt njerëzve në përgjithësi, syt e ballit dhe syt e zemrës, dhe të shohin të vërtetën dhe ta ndjekin ata dhe të kotën të largohen prej saj. Elusim Allahun të na bën gjithashtu edhe neve pishtar të vërtetës dhe njerëz që punojnë për ta sharruar sa më shumë dhe sa më mirë dhe sa më lehtë këtë vërtetë. Zoti ju shpëlbojë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والماء حولك فضة رقراقة والشمس فوقك عسجد يتضرم كم تشتكي وتقول إنك معدم